Selvia Kasapi, bashkëshorte e të Ndirit Shpat Kasapi, ka reaguar publikisht përmes një deklarate emocionale dhe sqaruese, ku thekson se ajo është kujdestarja e vetme ligjore e djalit të tyre Roelit. Ajo shpreh se qëllimi i kësaj deklarate është transparencë dhe mbrojtja e interesit të fëmijës së saj, duke nënvizuar se, edhe pse Roeli do të rritet pa praninë e babait, ajo si nën ka prioritet absolut kujdesin për të në çdo aspekt të jetës. Unë si nënë kam prioritet absolut të kujdesin për të në çdo aspekt të mundshëm derisa të kem forcë dhe jetë, shkroi ajo. Ajo falenderon të gjithë ata që kanë ofruar mbështetje, duke theksuar se dëshiron që çdo ndihmë të jetë transparente dhe adresuar siç duhet. Njëkohësisht, ajo bën të ditur se nuk do të lejojë që askush të përfitojë në emër të Roelit, pasi fëmia ka llogarinë e tij personale bankare. Në fund të reagimit, Selvia shpreh mirënjohjen e saj për solidaritetin dhe për krahin e treguar, duke falenderuar publikisht të gjithë ata që kanë qenë pranë saj dhe djalit në këtë periudhë të vështirë. Nuk dua që asnjë mbështetje të shkojë pa falenderuar nga ana ime, por gjithashtu nuk dua që askush të përfitojë në emër të Roelit, pasi Roeli ka llogarinë personale dhe jam e vetmja që mund të flas për gjendjen e djalit tim të mitur dhe e vetmja që mund të kërkoj ndihmë, nëse ndonjëherë duhet diçka, por tani jo, fal Zotit, ju faleminderit shumë. E mbylli shkrimin e saj Selvia Jao.